Por do jemi sërish besoj. Igli, rikthehemi edhe një herë tek biseda ndjesë ndërpreva, por rikthehemi edhe një herë tek ajo që tham. Pra, DPI-a mund të keq përdoret. Pra, edhe mund, nëse modifikohen gjërat, mund të kthehet në një pajisje që kontrollon, spionon shqiptarët. Çfarë duhet bërë në këtë moment? Gjëja e parë është që të bëhet pyetja kush mund të spionojë shqiptarët, sepse unë prej këtu ku jam nuk e di ku është instaluar. Domethënë njerëzit dhe informacionet që kam parë në shtyp thuhet që është instaluar në operatorët e telefonisë mobile. Po. Dhe sinqerisht nuk ka gjë më normale se sa kjo. Domethënë këto operator i përdorin këto lloj pajisjesh. Tashi problemi është kush dhe me çfarë mandati do bëhet përgjimi. Kush do jetë i interesuar dhe këtu hym ke kjo, siç po thosha edhe më përpara, ke kjo klima e mosbesimit që është shumë e përmbushur dhe me të drejtë në Shqipëri, sepse mos harrojmë në Shqipëri, domethënë kemi pasur disa raste të rrjedhjeve të dhënave në mënyrë masive, mendoj për Albanian, mendoj për Akshin, mendoj për kulturën e patronazhimit që disa e çmojnë e disa tjerë e shajnë. Me thënë, rrjedhja e informacionit është bërë si thua një kulturë e përgjithshme dhe nëse në këtë kulturë do të integrohet dhe kjo pajisje, fakti që do ketë survejim ka një probabilitet që të ndodhë, po tash është në këtë moment duhet ditur ku, për çfarë është marrë dhe kush do ta kontrollojë. Sepse nëse është instaluar tek operatorët e telefonisë, këto janë operator privat dhe vetëm shërbimi i kontrollit të tyre të brendshëm mund të bëjë kontrolle siç ndodhin rëndom në çdo ndërmarrje ose në çdo firmë që këto lloj kontrollesh i bën auditimi i brendshëm, i bën ekipi sigurisë, pak rëndësi ka. Për mua ka një dikotomi ndërmjet faktit që qytetari shqiptar është mosbesues dhe pajisja është në duart e një organizmi privat ku nuk jemi të sigurt se do ta ushtrojë kontrollin. A kemi të drejtë të jemi mosbesues në këtë situatë ku jemi? Pra të jemi skeptikë dhe dyshues që mund keq përdoren zonat tona. Gjithsecili ka drejtën të mendojë duke gjithmonë duke u nisur nga ato çfarë ka ndodhur në historinë e të dhënave në Shqipëri, prandaj të pyes. Po, domethënë kjo është pikërisht, domethënë kjo klima e mosbesimit, domethënë çdo qytetar shqiptar, unë i pari, kam të drejtë të jem mosbesues ndaj sigurisë të dhënave dhe mbi të gjitha kur këto të dhëna janë në duart e operatorëve privat. Domethënë që nuk i përgjigjen rregullave të tyre të brendshëm në limitet e ligjeve të shtetit, por i përgjigjen rregullave të tyre të brendshëm. Po, ka të drejtë, por megjithatë them që, të mos harxojmë energji në teorinë e konspiracionit për çfarë mund kjo të përdoret, po të harxohet kjo energji për të bërë presion që kontrollet dhe, si më thon, kuadri ligjor të jetë bashkëtar i vendosjes së kësaj pajisje. Problemi edhe një herë nuk është pajisja, problemi është abuzimi që mund të bëhet me të. Sepse pash që në teorinë e konspiracionit vinin të dhënas ose kishte ide që pajisje nuk do të thotë asnjë gjë që është një pajisje izraelite, siç ka dhe pajisje izraelite, ka dhe pajisje amerikane. Kjo nuk do të thotë asnjë gjë. Është një pajisje që kushton, nuk diskutohet dhe është një pajisje që operatorët e telefonisë e përdorin rëndom. Dhe një diçka tjetër, në ndërmarrjet private që janë, fjala vjen në sektorin bankar. Në ndërmarrjet private ka pajisje akoma dhe më të fuqishme se kjo DPI-a. Ka në Shqipëri? Ku atje është e sigurt. Edhe në Shqipëri apo në Zvicër flasim? Në Shqipëri nuk e njoh. Në botë, në Europë, ka pajisje që janë akoma më të fuqishme se këto, që është e sigurt që, si më thon, përmbajtja e mesazhit është e dekriptuar, e lexuar, por kolaboratori, punëtori e di
që duke hyrë në këtë ndërmarrje, duke përdorur kompjuterin e kësaj ndërmarrje, kjo do të ndodhi e pranon që do të jetë në vëzhgim. Po, që do të jetë në vëzhgim se kjo është vendosur. Jo, ndjesin e por ama nuk është tek gjithë qytetarët, pra nuk është kjo frika që kanë këtu në Shqipëri që mund të jenë të gjithë në vëzhgim. Shiko, survejimi thimi nuk është problem pajisje, është problem objektivi, është problem qëllimi. Survejim është bërë edhe kur nuk kishte internet, po të vim ke analogjia që bëra më përpara për postën, mund të hapesh e zarfi dhe në postë, kupton edhe të mbyllesh e prapë. Tashi çka ka ndryshuar me teknologjinë është që duhet ishe në 100 më përpara në 100 zyra poste që të krijoje një masë të madhe survejimi, kurse sot i ke të koncentruara në një kuti, le të themi kështu. Okej, ndërkohë. Megjithatë, po. Jo ndjes përfundoje, se thirr dohet pyese për një detaj tjetër, po përfundoje. Po, ç'a është e rëndësishme të kuptohet nga qytetari gjithashtu është se këto tip pajisjesh nuk, ndoshta po përsëritem, nuk survejojnë përmbajtjen. Okej. Këto tip pajisjesh, po të flasim pak teknikisht, do të survejojnë dërguesin, marsin, formën e zarfit, ato që ne i quajmë në zhargonin ton metadata. Okej? Dhe vetëm komunikimet që nuk janë të kriptuara dhe sot në përgjithësi edhe kur ju komunikoni me WhatsApp edhe me social networking, komunikimet janë të kriptuara. Domethënë këto pajisje do krijojnë një grup të dhënash që janë të dhëna metadata, kush e dërgoi, kujt ja dërgoi, me çfarë ja dërgoi, cili aplikacion u përdor, sa ishte pesha e zarfit, domethënë sa ishte pesha, le të themi, e videos që postojnë në Facebook, e tjera e tjera. Po në 90% të rasteve kjo nuk është nuk mundet të dekriptoj përmbajtjen, vetëm në rast se përmbajtja përdorim teknologji që janë teknologji të vjetra dhe kur përmbajtja nuk është e shifruar, e kriptuar. Sot, në përgjithësi, trafiqet që shkojnë nga kompjuterat tonë nëpërmjet internetit janë të gjitha, pothuajse të gjitha, ose dhe emaili, pothuajse të gjitha të kriptuara. E kuptoj. Nuk e di nëse isha e qartë. Jo, shumë e qartë. Igli, tani, por duhet ndalem pak, nëse mund shpjegosh, e di që ndoshta është pak e vështirë për ty, por kjo vjedhja hyrja në emailit e Spakut, sa duhet na alarmoj dhe çfarë duhet bëj ky institucion në këtë moment për të mbrojtur paktën veten. Pra institucion që duhet të vëzhgojë të tjerët bie vetë pre një hakerimi. Kjo është rasti tipik ku djalli fshihet në detaje. Okej. Duhet njohësh detajet që t'japësh një përgjigje të saktë. Megjithatë, mund të lexojmë nëpërmjet linjave, nëpërmjet rreshtave. Gjëja e parë është që mua si specialisti i kësaj fushë, çka më gëzoi ishte fakti që sulmi u kap. Do me thënë që pajisjet e sigurisë bën punën e tyre. Okej, hyn në emailin e 3-4 personave, por nuk mundën të hynë në emailin e personave të tjerë dhe as në sistemet e IT-s, sepse kjo u kap. Dakord? Kjo është gjëja që duhet na gëzoj. Tashi, si hyn ata? Me çka kuptova nga informacionet e ndryshme që pash në media, duket sigurisht një atak, një sulm primitiv, do të thotë shkaki ndonjë pakujdesie apo ndonjë teti i përdoruesit, për sa i përket sigurisë së passwordit të tij ose mënyrës se si hyhet në emaile. Nëse lexojmë pak ndërmjet rreshtave, me sa kuptova, emailet e një organizmi të rëndësishëm siç është organizmi prokurorisë të posaçme, mundeshin të aksesoheshin dhe nëpërmjet internetit. Do me thënë, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet internetit, pa qenë me kompjuterin dhe në networkun e brendshëm.
kjo ndoshta duhet të jetë një diçka dhe mendoj që kur të bëhet analiza e këtij sulmi, kjo mendoj që duhet të jetë diçka që duhet merret parasysh sepse këtu në për institucione që manipulojnë informacione super konfidenciale, nuk është aq e lehtë që të hysh në emailin tënd nëpërmjet telefonit mobil, nëpërmjet celularit. Do të thënë, ka mekanizma që ne i quajmë jargon mekanizmat e authentication, që duhet të vijen dhe që nuk duhet të lejojnë hyrjen direkt në kutitë e emailit. Por këto, domethënë, pa ditur mënyrën dhe them që nuk do ta dim të vërtetën. S'ke për ta marrë vesh asnjëherë thua. Kjo është normale. Kjo është normale, po mendoj që ka një naivitet ose përdorim jo të kujdesshëm, por në krahun tjetër e kompensuar nga një sistem sigurie që arriti megjithatë të zbuloj që dikush po tenton të futet në një email në mënyrë të pa autorizuar. Okej. Iglitashi, shumë faleminderit për kohën tënde, e di që është shumë e vyer koha jote, të uroj një fundjavë sa më të mbarë dhe gjithmonë i mirëpritur. Dhe gjithmonë kënaqësi të kem për të na sqaruar dhe për të na dhënë disa detaje të tjera për që janë ato që kanë të bëjnë me fushën e informacionit. Faleminderit shumë Iglitashi.